Përkujtohet 27 vjetori i masakrës së Reçakut, një nga ngjarjet më të rënda dhe më tragjike të luftës në Kosovë, e cila vazhdon të mbetet një plagë e pashëruar në kujtesën kolektive të qytetarëve. Më 15 janar 1999, forcat policore dhe ushtarake serbe të mbështetura nga formacione paramilitare ndërmorën një ofensiv në fshatin Reçak të komunës së Shtimes, ku vranë 45 civil shqiptar të parmatosur. Vrasjet u kryen në mënyrë brutale, duke shkaktuar tronditje të thellë brenda Kosovës, ashtu edhe në opinionin ndërkombëtar. Ngjarja mori jehon botërore pas deklaratave të shefit të atëhershëm të misionit verifikues të OSBE-s në Kosovë, William Walker, i cili pasi vizitoi vendin e krimit dhe pa trupat e viktimave, e cilsoi masakrën si krim të rënd kundër njerëzimit. Reagimi i tij u bë një pikëse dhe ndërgjegjësimi në komunitetit ndërkombëtar për dhunën sistematike ndaj shqiptarëve në Kosovë. Masakra e Reçakut u shndërrua në simbol të vuajtjes dhe sakrificës së popullit Kosovës, por edhe në një moment vendimtar që ndikoi drejt për drejt në zhvillimet e mëvonshme politike dhe ushtarake, duke kontribuar në fundin e luftës. Në kuadër të shënimit të kësaj dite përkujtimore, sot pritet të bëjnë homazhe krerët më të lartë të shtetit, përfshirë presidenten Vjosa Osmani, kryetarin e Kuvendit Dimal Basha, si dhe kryeministrin në detyrë Albin Kurti. Homazhet do të zhvillohen gjithashtu edhe kryetari i AAK-s Ramush Haradinaj.